për arsye ekonomike, jo sepse unë kam dashur ta lë vajzën në institucion, po gjatë kësaj periudhe që unë vajzën e kisha atje vetëm me ankohesh. E kam gjetë disa shenja këtu në dorë, ndërkohë më dërgon një letër. E kam fajin baballarët e shëmtuar që ne fëmijët jemi këtu. Po nuk po më mbante vendi, zemra e një nënës Odet. Diçka nuk po shkonte te vajza. Të betoj më Odet në Zot që nuk po flej një ditë e qetë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim do të jetë një nën, është nëna e 3 vajzave, e cila ka një problem shumë madhor me vajzën e saj më të vogël, adoleshente. Por çfarë ka ndodhur do të jetë pikërisht Olesja që do na i tregojë dhe padyshim që do kërkojë ndihmë ditën e sotme për historinë e të bijës. Kështu që hap dritaren dhe e ftoj menjëherë Olesjen. Olesja, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta. Më ke telefonuar dhe ke një problem me fëmijët, me sa kuptova dhe nga mesazhet që kam lexuar. Po. Çka ka ndodhur? Unë realisht kam një problem me vajzën e vogël për arsye ekonomike, jo sepse unë kam dashur ta lë vajzën në institucion, por në Sarand ku jetoj unë, përgjithsisht nuk bëjnë kontratë shtëpie. Sepse i përdorim më shumë që i përdorim për pushusa dhe shtëpi vjetore është e pamundur për gjetur. Dhe një rast i tillë ka ndodhur jo më shumë se para një viti, edhe unë kisha marrë një shtëpi vjetore, ndërkohë po bëja disa procedura që më kërkonte bashkia dhe institucioni që vajza të kthesh në familje, ku unë jam e divorcuar. Edhe i plotësova të gjitha kriteret që më duheshin dhe ishte domethënë një ditë e hënë që më thonë Olesa ti mund të vish ta marrësh vajzën të firmosësh dhe për pak ditë, jo më shumë se një javë, vajza do vi tek ty. Sa vjeç është vajza? Në dhjetor mbush 15 e 2000 vjetës. Edhe 100 vjeç. Faleminderit. Edhe unë jam nënë e 3 vajzave, unë kam 3 goca. Po i kam të rritura gocat, kanë dalë më janë të zonjat e vetes, mundohemi nga pak sa të kemi mundësi luftojmë për ta, por që thelbi dhe problemi tim kryesor është vetëm vajza që kam në institucion tek Zyberallu. Këtu në Tiranë. Ndërkohë që zotëria që kisha në shtëpinë, unë e kisha me kontratë dhe erdhi verë, edhe ishte shtëpia jo shumë e mirë për të akomoduar një familje ose për të qëndruar një familje dhe me sa mundësi kisha ato pak lekë që kisha grumbulluar, u mundova të rregulloja dhe ta sjellja, si të them, më shqip në Terezi. Erdhi bashkia për vlerësimin e gjitha dokumentacionet që duan, u mor miratimi për të ardhur vajza në shtëpi. Dhe ndodhi që zotëria na vajti na pleu dritat e ujin sepse mua më thotë që ti duhet të lirosh banesën. Më fal, i them sepse unë kam banesën për një vit me kontratë të rregull. Qiraja ishte në rregull, uji drita në rregull, domethënë detyrimet e mia ishin super në rregull. Ndërkohë që në ato periudhë unë merrja dhe ndihmë ekonomike nga bashkia, më kishin mundsuar ndihmën ekonomike dhe bonusin ndërkohë. Bonusin e qiras. Po, bonusin e qiras. Ishte i vendosur, po që të them nuk dua që t'i përmend emra, po është problematik realisht në të vërtetë se të gjithë më kishin thënë aty në pallat që ti ta bëri dhe është problematik dhe çdo që ka futur aty i mban vetëm për vjesht që ta shfrytëzoj në maksimum dhe në verin nxehtën të forëm. Derisa arritëm deri në për e dash Olesja gjykata me zotrin. Por që mua më mundësia për të kthyer vajzën në shtëpi. Të ka bërë një dëm të madh. Edhe vajza o bogati e mori vesh, domethënë e përjetoi, po nuk është se kishim në një distancë me njëra tjetrën as 100 metra, domethënë. Shtëpia me institucionin ishin 100 metra me njëra tjetrën. Edhe takimet tona ishin të shpeshta, edhe gjatë periudhës që ka qenë aty në institucion, gjithkohën që ka qenë, fundjavën e kalonte tek unë, verën e kalonte tek unë, unë shkoja shpesh, domethënë që po ta shikosh dosjen, në qoftë se mua ka 30 ditë, unë do isha 31 aty. Qoftë se mua kishte 29, unë do t'i bëja 32.
edhe me personelin komunikim shumë të mirë, marrëdhënie shumë të mira, jam super e kënaqur. Vajzën ma kanë bërë shumë mirë këtu tek institucioni në Sarandë. Po çfarë ndodh? Në kohën që unë lëviza, u shpërngula që aty dhe u mundova të akomodohesha diku tjetër për të punuar, për të ndihmuar vajzën, për tekat e saj të themi në thonjza, sepse edhe jo të gjitha çfarë donin fëmijët atje mund t'ja plotësonte institucioni. Kishin disa gjëra ekstra që i donin fëmijët. U mundova që të akomodohesha, po me shumë vështirësi, edhe mora këtë shtëpinë që jam këtu. Ndërkohë e njëjta situatë është sepse mua nuk më japin kontratë shtëpie. Dhe këtu në Sarandë po bëhet rregullimi i institucionit. Dhe flasim me personelin, drejtoreshën, nën drejtoreshën aty, më thonë Lejsa, si mund të bëjmë për vajzën? Sepse ti nuk e këtë dhe nuk e këtë që do të thotë kontratën e shtëpisë. E qartë, e kuptoj. Të them të vërtetën, ndihma ekonomike, do me thënë bonusi i qiras u ndërpryer në mënyrë automatike. E kupton, do me thënë që në momenti u prish kontrata, unë e di se si nuk dua të hyj deri aty. Olesja, apo kur e dashur Olesja, po të flasi me ligje, në momenti që nuk ke një kontratë qiraje, bashkia nuk të jep bonusin e qiras. Pra është shumë e rëndësishme që ti të kesh një kontratë shtëpie ku bashkia të japi bonusin e qiras, dhe mbi të gjitha ajo kontratë shtëpie ty të duhet që je një nënë e sistemuar, ke një stre dhe institucioni të besoj që vajza të rikthehet tek nëna. Ti faktike isha në rregull, i kam akoma kontratën dhe kur është prishur kontrata, brenda 6 muajve. Unë e mora shtëpinë për një vit, zotëria bëri vetë gjyqësi. Dhe mua më preu ujë dhe drita dhe kur shkoj te Oshreja, edhe për ujin dhe dritat në përzyra, në për institucione, është e drejtë e ti sepse është banesë e ti. Më fal pak, pa e ka dhënë me qira. Ne nuk kemi sende të dalim për jashta. Ne nuk kemi objekte. Sot e duam të ta prishim dhe ta hedhim. Jo, ke të drejtë. Por që unë nuk gjeta drejtësi për këtë pjesë, zotëria kishte vajtur aty në bashki, bonusin e qiras unë se kisha të rreshur fare, po. Sepse kisha lënë aty, që gjithsesi mua do më duheshin për një moment tjetër, sepse kam qenë aktive në punë. Edhe e vërteta ishte sepse unë tek këta zotrinj aty isha e punësuar. Dhe pagatimi aty ishte 250.000 lekë të vjetra, po flasim para një viti. Dhe pse unë nuk pranova për të qëndruar akoma aty se nuk kisha burim të ardhuras që mua më mjaftonin. Do me thënë si të ta them, morën i natë dhe banesa ishte e tyre dhe donin apo s'donin, doja apo s'doja unë, ata e bërën në këtë formë. Do me thënë mua më ndëshkuan në këtë fakt, e kupton? Dhe kjo është e shumtuar e gjithë. Në këtë formë. Gjithsesi, unë lodha forcat, ika u akomodova këtu ku jam. Fola me të bashkisë, i them që kështu është problemi. Fola me të zotin e shtëpisë, më thotë nuk munden, sepse i ka vërtet për të shitur dhe po të dalë për jashta objektit, është e shkruajtur aty posteri që është për të shitur. Dhe në momenti më thotë që mua më vjen dikush për të më blerë shtëpinë, unë atje penalizojmë sepse nuk do dikush për shembull që unë të jem këtu, do direkt shtëpinë e lirë. E qartë. Por nuk mundesh të gjesh as një banesë në Sarandë bosh këtu. Është shumë e vështirë, Odet, është shumë e vështirë. Nëse mua do më jepet, edhe kam folur dhe kam thënë një banesë sociale, një shtëpi që thjesht të ketë muret, unë do mundohem vetë me forcat e mia. Do mundohem që t'i gjej mundësit, t'i rregulloj. Dhe çfarë ndodh? Mua më lajmërua këtu te institucioni i Sarandës, më thonë Lejsa, për shkak se institucioni do rregullohet, Karolinën duhet ta shpërngulin për pak kohë. Flasim për pak kohë sepse në moshën 15 vjeç, këtu ikin fëmijët dhe largohen një institucion tjetër. Po, është ndarë. Është e vërtet. Institucionet ndahen me grup mosha. Po, saktë. Edhe i them, nëse është e mundur, unë ta marr vajzën në shtëpi. Sepse unë, vajza tani e urrit, unë nuk e kam më kokën pas që të them, shiko, unë do iki në punë dhe mos fuduar në korrent,
mos ndes torrentet e kështu gjëra të kësaj natyre. Më thonë që, shiko, ne kemi një vend që është shumë i mirë tek Zyber Allulli, mund t'i bëj të ditura me emra. Po patjetër, Zyber Allulli është institucion, është shtëpi jetimore këtu në kryeqytet, te rruga Elbasanit, po. Faleminderit Odet. Edhe ndërkohë i them shikon se si janë kushtet, se normale kur një fëmijë është, çdo fëmijë është i lidhur me prindin, po ka dhe fëmijë që në institucione pak a shumë ju i dini, sepse unë të ndjek shumë, edhe e di që i dini. Madje edhe ku flë gjumë të shohtohem, më të gjumi. Me këto raste do me thënë unë të ndjek për arsye sepse janë vetë në situatë të tillë, më kupton, edhe kam dashur dhe kam pas nevojë që të marr një uri të veproj dhe vetë. Sepse nuk kam krah tjetër një person të dytë që të mund të më udhëzojë dhe të më tregojë çfarë duhet të bëj. E qartë. Atëre më thotë që shiko, Ola, është një vend shumë i mirë tek Zyber Allulli. Kushtet janë shumë të mira, po pa patur informacion dhe pa pyetur diku në një vend tjetër, më kupton? Dhe në mirë besim sepse unë, domethënë, me personelin këtu kemi marrëdhënie jashtëzakonisht të mira. Unë mos të them që dhe po të pyesësh, mos të them atje ishin 15 apo 10 punëtore, unë isha 11, ata them me sinqeritet dhe flas me këmbë në tokë, jo vetëm për vajzat e mia që kanë qenë aty, por dhe për fëmijët e tjerë, të mbledhja vajzat, për atë zot nuk të gënjej, dhe po të pyesësh disa, unë kam shpirt human. Edhe më vjen mirë për veten time që më karakterizon kjo gjë. I mirja vajzat, i shëtisja bashkë me vajzat e mia, sa të kishim mundësi, blekonim diku, do të thotë që edhe me mosha adoleshencës, si që flisja vajzës time, mundohesha që me ajsa mundësi kisha, të flisja se një nën, edhe pse kishin largë kështu. Edhe akoma e ruaj kontaktet me disa fëmijë që kanë ikur. Tashmë janë rritur, janë bërë 20 vjeç, janë goxha të rritur, po janë mirë, sepse kanë dalë, si të them, e njojnë terrenin tani. Edhe më vjen mirë që janë ashtu. Më thotë është vendi mirë, okej, them, shiko, unë me idenë që unë kam luftuar tërkohën, dhe kjo më ka penalizuar që vajzë mos ta kthej në shtëpi. Olisa më thotë mua, shiko, rritë e pako, atje vajza do jetë shumë më mirë, ta garantojmë në këtë pjesë, dhe ti rrije qetë. Dhe sa ti të kesh të ardhura, duke menduar gjithmonë që të kem ca të ardhura, ndoshta, po themi do me thënë, çdo njeri ka ëndrat e veta. Ndoshta marr një copë tokë, pak e pak të bëj një dhomë, një tualet, një kuzhinë, ku di unë, gjëra të tilla, si çdo njeri. Olisa sa të bësh gati te Zyber Allulli, vajza do jetë. Okej, në mirë besim, duke njohur kaq vite ndër vite, pothuajse një dekadë. Okej, dash në darkë, 2 ditë përpara kam qëndruar me vajzën, një kohë të gjatë që të kuptoja vajzën çfarë donte në të vërtetë. Se dhe unë të doja nuk ma epnin, po gjithsesi shpirti i një nëne mundohesh të kuptonte fëmijën. Më thot mami, unë do iki. I them, je sigurt, mami do iki pa që sa të rritem, do punojmë ta mua, edhe do të ndihmoj ty tha. To fjalë seksualisht. Është shumë fëmijë aktiv, është e shkatët, është shumë e zgjuar, edhe të gjithë personeli e din shumë mirë se si është vajza. Okej, i them ditë pas dite, do me thëmë këto 3 ditë ose 2 ditë sa ishin, u bë gati vajza, fola me personelin këtu të institucionit, i them si është vajza, të lutet më jepni një kontakt, sa të gjej kohën do mundojmë sa më shpejt jetë e mundur, dhe të shkoj atje të paraqitem, të prezantohem me personelin aty në Tiranë. I qartë. Më thënë, mos u mërzit, sepse vajza shumë mirë, ti vetëm ti rrije qetë. Sa ko u bë që vajza është vendosur nga Saranda në Tiranë? Vetëm 2 muaj, mos të them 2 muaj gjysmë, po 2 muaj e 1 javë. Po? Do me thënë 9 javë gjithsesi, aty bie. Dhe çfarë ndodhi më pas? Nuk po më mbante vendi, të betohem, nuk po mbante vendi. Sepse mua vajza ndodhte këtu që nuk kemi në një distancë shumë të largët, edhe ikte ndonjëherë, i dilte, si gjithë fëmijët, se ati dalin gjithë fëmijët, edhe e dinte stacionin autobusit, ikte autobusit edhe puf, më vinte në shtëpi. Unë e qortoja sa herë që mos hajde vetë, më merr mamin telefon,
të vitit të marrë, edhe në prezencën kam pasur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Po. Ta i të vajza në institucionin mua më menin telefon, Olesa ka ardhur, po i thosha pa merak, e mbaja 1 orë ose 2 orë, lajmëroja që është këtu me mua për 1 orë ose për 2 orë dhe do vi ta sjell. Dhe kështu ka funksionuar gjatë gjithë periudhës që vajza ka qenë aty. Në rregull, ashtu vendosën, ashtu e bën, s'po më mbanin këmbët Odet. Unë kam vuajtur dhe pothuajse 5 ose 7 vjet nga ankthi dhe i marr gjëra, domethënë i përjetoj, jo për fëmijën tim, po ndodh në disa raste që ta them me sinqeritet, kur shikoj disa video që i ndjek me vëmendje, si lutojnë gratë, aq shumë lutoj dhe unë. E kuptoj. Domethënë i përjetoj, domethënë vendos veten, në çdo pozicion unë vendos veten. Okej, unë nisa, po ishte ditë e diel, e shtuna e diela dhe unë nuk e dija, nuk isha me dije që nuk lejoheshin takimet. Gjithsesi dola na vetja, nuk kam se ta moj, se një mall, ç'të them, domethënë një nën për fëmijën. Thjesht në për telefonata iku njëra institucioni dhe i thot një zonja aty, lutem ma merr çik mamin që të vi të më marr. Si kishte E ikur? kupton në kohë dreke. Atëre thot zonja, po nga i ti, unë thot jam nga Saranda. Po ku ta gjej mamin, unë më shpirti thot. Më merr në telefon, më thot zonjë si jeni, si kaloni, ju kërkon vajza. Marr telefonin, mendova se ishte vajzë e dytë. Domethënë që është më e madhe, që është 18. Mama thot mua jam unë Nina. Ku je ti motër, i them unë? Më thot unë jam këtu në rrugë me kamik. Wow. Si ke ikmi? Po kamik me thot do vite këty, hajde të më marrësh. Më kishe mami thash po ti je në Tiranë, nuk je në Saran. Më dridhej trupi Odeta sa zoti e di. Pra vajza kishte dalë nga institucioni. Nuk është ere parë Odet, edhe këtu të njëjtën gjë ka bërë. Olesa, në momentin që vajza të morin telefon dhe kishte dalë nga institucioni, çfarë ndodhi më pas? Dërgova vajzën tjetër, po vajza tjetër isha ndi në rruga 10, se unë s'ja kam ide. Më mi thot po jam shumë larg. Se ma thaj zonjës të lutem, i tham që të marrë diko në telefon, që ndroj pa kafër, i thash. Po tha, u tregua shumë e gatshme ajo grua, ja kam dhe numre telefonit, u tregua shumë e gatshme derisa më ka vajtur vajza tjetër që ka marrë vajzën e vogël. Sepse unë po bëj luftë për ta marrë fëmijën tim, po nuk po më krijohet mundësia, se nuk është pa im, është pa i shtetit, se shteti e ka më mirë që ta marrë fëmijën ta çojë në institucion, se sa e ka më mirë të ndihmoj një grua, një nënë të vetme, që të krijojë një kontrakt shtëpi, asnjë gjë më tepër Odet. Nuk kam nevojë as për bukë, as për gjell, as për thjetje. Akomodimin e ka super të mirë, asnjë gjë nuk i mungon. Një kontrakt shtëpi kërkoj për vajzën. Dhe çfarë ndodh? Më fal Odeta, se jam në një gjendje jashtëzakonisht shumë të keqe. Të mirë kuptoj e dashur. Ngrihem dhe e takoj vajzën, po vajza time, ta them me siguri këtë Odet, është shumë aktive. Na fëmijët që mund të thuash që janë, më fal në thonjza të çmendur, një ndërto është vajza ime. Është shumë aktive, nuk mund ndalosh dot në një vend. Ose lëviz me na të gjitha anët. Ama bindet për çdo gjë që mund t'i thuash, është fëmijë që bindet. Është shumë i dhënshur si fëmijë. Nëse vetë aty nuk e dija, nuk isha informacion që nuk mund të dalë, nuk mund të shkoj të takoj fëmijën. Por atë ditë, të lutem, Olesja, atë ditë motra e dorëzoi në institucion, pra vajza vajti në institucion. Po, vajti. Falo dhe ta stipakuj mundem se me që vuaj në ankthi. Të lutem, vazhdo, çau, të lutem. E në fakt e gjithë kjo histori është e dhimbshme që po dëgjoj me Olesjan. E dashur Olesja, mund të pish ujë, të qetësohesh, unë po të pres këtu, dhe sinqerisht më vjen keq për gjithë historinë që po më rrëfen. Faleminderit. Dhe pasi ndodhi kjo ngjarje, ti u nise në fundjavë të takoje drejtoreshën e institucionit dhe vajzën normalisht. Paqën e informuar që nuk lejohet të dielën, kurse këtu ishin çdo gjë ndryshe, në orën 6, në darkë, mund ta mirja xhiro, mund t'i thosha që dikujt na mësueset vinin masivin për shembull në filan vende dhe vinin vetë me dosje firmosja vetë,
ose ku kam qenë në punë, ma e pi pa Karolinën dhe në autobus, Saran Sami, se po i dalun për pres aty. Këto raste ka ndodhur, dhe unë nuk i dija, nuk i di se si funksionon aty. Kam qenë pa informuar. Okej, shkoj atje, nuk më la të takoja. Ndërkohë më zbret vajza me të madhe, o deti ka thyer këmët, beton, mi ka thyer këmët, dhe nuk di se çfarë të them, më fal për gjendjen. Nuk po përmbahesh çupa duke u putur me njëra tjetrën, domethënë ajo nga brenda, unë nga jashtë. Ndërkohë kam marrë ta në telefon të institucionit këtu në Saran dhe i them të lutem bëni të mundur që unë të takoj vajzën. Unë kam marrë deri këtu të paktën një përjashtim sepse nuk kam qenë e informuar. Të paktën sa ti them, si je? Në rregull, bërën si bërën, më hapën derën, po gjendja e vajzës ka qenë kështu, duke më parë. Ina, po si dhe shmirë ti motra? Jemi këtu? Do me thënë vajza nuk reagonte në asnjë mënyrë odet. Në asnjë mënyrë. Që ajo po të më shikonte mua dhe pse unë kisha 3-4 ditë këtu që nuk veja në institucion për këtu në Saran, do shpërthente, do kërkonte. Do me thënë, do kërkonte që ti bleja diçka e kështu. Do kërkonte me pak tjetër të vinte. Mami, të vitë fle një natë me ty. Vetëm një natë, mami, dhe do i ki pra. Ose mami kam këto, ose mami kam atë. Bërëm si bërëm, e takova vajza ishte në shok. Kur të them në shok odet. Besoma. Dhe çdo fjalë që po them, është shumë e sinqertë. Ikëm atë ditë edhe më thotë, mami, vetëm tu ka reaguar. E kur i them që mami do iki dhe do vi prapë të takoj, do mundohet mami të rregulloj gjërat shumë shpejt dhe do të marr mami, nuk të lë mami këtu. Vetëm më ka thënë kaq, kur do vish dhe vetëm ka qartë, po në eshtje, pa lëshuar tik zëri. Iku vajza brenda, unë ika ndërkohë erdha për në Saran. Një ditë, prej ditësh vete vajza, do vete që është më e madhe nga vajza që është në institucion. Vajza e dytë në renditje. Dhe i thot si je, si kalon, i thot do t'i thuash mami të vitë më marrë mua që këtu. Më shkrua një letër dhe më thot, mami, unë e di që e shumë e fort. Unë e di shumë mirë që ti nuk e faj, e kam fajnë babalarët e shëmtuar që ne fëmijët jemi këtu. Nuk foli vetëm për vete, foli për të gjithë fëmijët. Por unë thot të premtoj që do sidhem mirë pas vajtjes time në Tiranë. Të premtoj që do sidhem shumë mirë, që ti mos të mërzitesh, por të lutem më premtoj, e kam mësuar letrën për mëndës. Të lutem më premtoj që ti do t'i jesh mirë, nuk do të kesh merak, e di që je në merak për mua, po unë do jem shumë mirë, ta premtoj këtë gjë, që sa të dalë që këtej dhe të vi të këty mami. Por të lutem më premtoj, se unë do bëhem vajzë mirë. E shumë fjalë të tjera. Ndërkohë që i thotë vajzës tjetër që Gjesi, i thot, unë pi ilaçe. Si i pi ilaçe, i thot Gjesi, qa ilaçe? Po dy më kam qua në psikolog, i thot. Dhe më japin ilaçet, po unë nuk i pi, i thot. Ja kështu, unë nuk i pi, i thot. Këta më japin, unë i vendos në gjuhë, shkoj në tualet dhe i hedh. Dhe sinqerisht u preka me të gjitha fjalët e vajzës që po mi tregoje. I dashur, Olesja, vajza u qua përfundimisht në Tiranë, apo do rikthehej sërish në Saran? Domethënë çfarë të ka thënë institucioni i Saran? Vajza odet mbush 15 vjeçë dhe shiko ku është problemi. Odeta unë do të bezdisë, të pi pak ujë se... Patjetër. Merre ujin aty afër dhe mund të pish, edhe unë do konsumoj pak ujë. Kështu që pa problem. Do të pres. Merre ujin aty afër e dashur. Merre ujin aty afër. Po thosha odet, po nuk po më mbante vëndi, zëmre një nënës odet. Diçka nuk po shkonte te vajza. Më vinte një ndjesit qari, njerëzit që më rrethonin shikon më thoshin, mos bëj kështu se nuk është mirë kështu. Duhet ishe fort për të parë ku është vajza.
Më ndodhi po prap i them vajzës së dytë, i them shkoj një te vajza, i them po nuk zjat çdo 2 ditë. I shikoj një vajzën si është sa të vi mami. Çiki vi një sy. Mirë, mam thot mua vete. O vajza nuk ka kartën e identitetit, ka vetëm një fotokopje dhe nuk e lejoj. Vajza e dytë është rritur vetë në institucion. Dhe e di si funksionon. Të dyja paralel kanë që të dyja këtu dhe i kanë qenë të dyja në të njëjtin vend për mos t'i ndarë me njëra tjetrën dhe kishin njëra tjetrën për çdo gjë. Them nuk kam rrugë tjetër, vetëm do vi, them, po ja të krijoj mundësinë që të vemi, të flasim me ta. Mirë, them, shikoj vajzën në larg. O ma thot nuk e shikoj dot as në larg, thot. Po si do bëhet halli, them. Do vetëm e kam si shok, si do të them, bi, vajzën e dytë, shoqe nga gjitha anët, vetëm me atë flas. Mua më rofshin këto letra, më shqip të ta them, është çanta plot vetëm për letra për Karolinën, për vajzën. Shikoj, nuk kanë po të gjitha dhe kjo fletë e vogël është me pagesë. Dhe është një skandal se si mundet Bashkia e Sarandës nuk të kanë ndihmuar për këtë problem një kontratë shtëpie banese ku ta di unë të ndihmoj dhe vajzat përfundojnë jetimore dhe të përfundojnë me gjendje ankthi, larg një nëne që ja çfarë më ndodh. Skandal. Vetë aty bërtas me të madhe se më lodh shpirti 7 vjet. Bërtas me të madhe më thodi policin. Më thot polici, çfarë ke që bërtet? Kështua, siç po ta them, fiks. Më të thjesht e kanë të më japin mua një ndihmë, që unë nuk ja dua, beton se s'e ka marrë kur, vetëm një vit e ka marrë. Unë nuk e dua, i tash, nuk e dua, do mbledh lakra për fëmijën tim dhe do vete t'i shes. Do më punoj, siç kam punuar, kam vajt në për mandarina, kam vil mandarina, kam vajt në për ulli, kam punuar, nuk po them se kam turp punën, kam punuar dhe bariste, dhe ndihmëse në kuzhinë, dhe në gjitha si të krijoj mundësit për fëmijën. E qartë. Por, kur ti nuk më thua mua i plotësoj këtë fletën, unë vi me të drejtë zotit ta jap dhe ti më thua po për çfarë doje këtë. Dhe jo më shumë se një javë o det. Ti shkove dhe si është gjendja e vajzës, se kjo na intereson. Vajza ishte shumë e utuar dhe i bënte mëngët kështu. Ja, kështu. Dhe sa unë kisha punoj se në kokë aty, nuk më lejonin fare të flisja me vajzën. Vetëm shumë pak, mos e rëndo vajzën. Të betohem o det në Zot, që nuk po flej një ditë e qetë. Të betohem. Të besoj për këtë pjesë. Po më ditë se buza në çdo institucione nuk po më japin vajzën. Sa kam tentuar disa herë, më duket jeta pa motiv. Kam tentuar disa herë për të bërë vetvrasje. Stop. Do më falë sot deta se të ngarkoj. Jo, nuk më ngarkon mua. Ditë për ditë. Këtë gjë nuk duhet ta mendosh. Këtë gjë nuk duhet ta mendosh. Në momentin që ti mendon këtë gjë, vajzën lëre në institucion pastaj. Nuk kam motiv. Ti po lufton. Ti po lufton që vajzën ta kthesh tek vetja jote ta kesh pranë dhe mendon ekstremin, harroja atë pjesë. Mendoj ekstremin o det se po bëj gjithë të dokumenta, po i rem nga pas, nuk lodhem për të pjesë, po nuk po gjej një zgjidhje. Ne jemi të dyja këtu së bashku dhe me zemër ta them do bëj gjithçka për të ndihmuar. Faleminderit, kam shumë besim o det se të ndjek shumë dhe di që do flas dhe me avokatët. Do flas dhe me avokatët e mi për të gjetur një zgjidhje dhe si duhet të procedohet. Thjesht po të pyes, unë nuk jam avokatë, e ke menduar të ndryshosh qytet? Ndrosh qytet, bëj një kontratë. Vetëm jem afër fëmijëve, afër çupës, nuk më intereson dhe në fund të botës. Jo, ndryshoj qytet. Nga Saranda shkon Gjirokastër dhe Gjirokastra është vend turistik, është më keq, nuk gjen shtëpi aty. Se mora vesh. Nuk gjen. Por shkon në një qytet tjetër, ku ta di unë, në Lushnjë, për disa muaj. Merr një kontratë shtëpie. Sa të marrësh vajzën? Do të ardhura, nuk kam emocion, jam me një rrogë mujore. Në drejtoresha këtu, i thotë, shiko, ne kemi pasur fëmijë ndër breza, ndër dekadash. Po ta them me bindje të plotë vi kush të doj, thotë, dhe të flasi, çdo institucion, çdo person kompetent, i thotë, dhe unë do ngryp dorën e para që do të them, Olesja është ndër liderat më të mira në nëna që është me rregullta. Dhe ta them me bindje, o det. Ta them me bindje.
Dhe po të marrësh dosjen, ti të shikosh takimet e mia me fëmijën tim. Po pra, dhe institucioni ku ta gjej që një nën është e përgjegjshme, shkon e takon fëmijën, i dhuron dashuri dhe kërkon ta marrë. Institucioni këtë kërkon që nëna ta afrohen afër fëmijëve. Këtë është ngërqjo dhe që unë e kërkoj fëmijën, luftoj për fëmijën dhe shteti më thotë unë t'ista jam. Bë ndihmën ekonomike në rregull, po e bëj. Shko më tham me një vërtetim nga kryetari fshati. Po i thash, me 500 që nuk dua si zë në gojë, sakrificë me zje kam bërë e marrë e dorëzoj në bashki. Se më tha ti ke bëje, që do vim të bëjmë vizitën. Ma tha bashkia. Në rregull e dora ja çova. Më thot, po të pse sove? Po si me pse sove, i thash. Am tha që duhet kjo pa të vim të bëjmë vizitën. Ti nuk ke një kontratë shtëpie dhe nuk plotson kushtet që të marrësh vajzën nga institucioni, apo institucioni në Tiranë nuk të lejon më ta marrësh vajzën. Do ku qëndron tani problemi? Jo, thjesht më ka bërë një pyetje dhe më ka thënë kështu. Ke një shtëpinë tënde të vim ta rregullojmë? Jo, i thash, nuk jam pronare. Ti tha duhet të kesh një punë stabil. Po. E para bazikja. Ti tha duhet të kesh një shtëpi, një kontratë qiraje. Po. Që unë këtë nuk ndodh ta marr. Jam i kom në tokë për këtë që po them. Për sa i përket punës, në punë s'bet fjalë që atje ku jam në punë do t'i them që të lutem mua më siguro dhe ma vërtetoj që unë jam në punë. Është gjë që bëhet. Dhe e kam bërë. Ma kanë vërtetuar që Filanka është në punë tek ne. E kam bërë me dije. Por si ka mundësi gjitha ajo Saranda, askush nuk të ndihmon për të dhënë një kontratë qiraje sa ti të marrësh vajzën, sepse ti me qira do jetosh, do ndrosh shtëpi, të gjithë kështu ju ka ndodhur. Të bëjmë ne, më thonë. Shiko tani se ç'a ndodh, me forta, unë nuk dua që të flas. Odet nuk dua të flas se ka njerëz allergjin ka dhe më ke nga unë. Po vete njeriu që është dy krapune, dy zonja që unë i njoh më së miri ka më këtu poshtë. Që nuk vuajnë për asnjë gjë, janë krapune, janë me gjithë të mira, me makina luks dhe i kanë dhënë shtëpi me 0%, si i thonë këtyre, të enti banesa. Dhe mua nuk më strehojnë dhe më hoqën dy fëmijët. Kredi të butë. Ti ke kërkuar një kredi të butë nga bashkia për të marrë një banesë sociale dhe ta ka refuzuar. Kredi do ti më thonë mua, që kredi do ti? Qa kredi e do ti thonë? Jam kështu më plasi. Mu i them, po më sqaroni se unë dali dhe nga vetja, dhe me të drejtë o dhe dal nga vetja. Nuk të presim fare. Mirë, më thonë mua më zbërtit. E dashur Alicia, ne do jemi të dyja së bashku edhe nesër në këtë live, por dua që ditën e sotme ta mbyllim me një mesazh që ti drejtohesh bashkisë së qytetit të Sarandës. Unë po i them kështu dhe nuk e kam të lehtë që u bë mediatike, sepse unë të thash që unë e kam të vështirë për vajzat sepse i kam të rritura. Dhe e di që një ditë mund të bullizohen edhe mund ta bëjnë, siç e di shumë mirë që bullizohen e filluan të rrjetet sociale, jo me, jo ku di unë, edhe di jam e sigurt. Por është e nevojshme, sepse unë s'po gjej zgjidhje dhe unë të nisem sot ose nesër në Tiranë. Historia juaj është e dhimbshme dhe mendoj që askush nuk mund të bëj me një nën që vuan për vajzën e saj. Por unë do t'i thosha bashkisë kështu, që të lutem shumë, na shikon neve që jemi familje në nevojë. Unë jam për familjare jam vetëm, nuk kam as dhimna nën, as nga baba që se kam fare, kam ndru jetë, as një nga vëllezrit, nuk kam kontaktet mira fare, më mirë ta them shumë dëshmërisht. Nuk kam kontaktet mira, kanë familjet e tyre, jetën e tyre, unë jam vetëm unë dhe fëmijët e mi dhe Zoti. Askën. Do t'i lutesha shumë dhe din shumë mirë bashkia, që unë jam familje në nevojë, që fëmijët e mirë i ka marrë vetë bashkia dhe i ka çuar në institucion. Unë nuk i kam dhënë vetë fëmijët e mi dhe i kam thënë që shiko, unë nuk përgjigjem dot për fëmijët e mi. Mua mi kanë marrë të dyja çupat i njëjti rast që më nxorën nga shtëpia. Kështu mi kanë marrë dhe fëmijët Odet, sepse erdhi zotria, mbylli derën dhe mua më lanë shet të hapur. Erdha nga ullin, nuk e vjel ullin, kam qenë gjithë vaj dhe kam pjetur tërë natën të dere policisë. Dhe të dyja vajzat mi kanë marrë, mi kanë çuar në institucion. Më falë pak, unë s'kam dhënë një firmë për fëmijët e mi.
Nuk kam të dakord që fëmijët e mitimin dhe institucioni. Si për investimet. Unë uroj dhe shpresoj që Bashkia e Qytetit Sarandës të na ndjeki, por dhe nëse nuk na ndjek, do jem unë ajo që do të rokas tek ata për të ndihmuar. E dashur Olesja, do takohemi sërish nesër në live, kështu që të falenderoj dhe do të ndihmoj, do bëj gjithçka për të ndihmuar. Faleminderit Odeta, unë kam shumë besim dhe faleminderit për kohën. Mirë të dashur miq, që kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video, sinqerisht me rikeq me historinë e Olesjes, një nënë e cila vuan për të bien e saj që e ka një jetimore. Ajo do të jetë sërish nesër live me mua për të treguar pjesën tjetër të jetës së saj, që pse një nën u detyrua që dhe fëmijën e tretë ta linte në jetimore, dhe çfarë ndodhi me martesën e saj, pse shkoi në divorc dhe pse babai nuk kujdesi sot për vajzat e saj. Por nesër do të jetë sërish Olesja me mua për ta rrëfyer këtë histori. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite fatkeqësisht jam live me këto histori të dhimbshme shqiptare. Faleminderit miq dhe ritakohemi nesër.